Ja sa shpesh duhet të ndërrohen dhe lahen sfungjerët e enëve. Zonat ku ruhen ose përgatiten ushqimet kanë më shumë bakterie dhe ndotje fekale se vendet të tjera në shtëpi. Kjo mund të duket e çuditshme, por merrni parasysh se shkencëtarët zbuluan se më shumë se 75% e sfungjerëve dhe pecetave të enëve mund të përmbajnë shumë gjurmë të agjentëve infektiv si Salmonella dhe Escherichia coli. Lajmi i mirë është se nuk keni nevojë për asnjë lloj trajtimi special për të rregulluar këtë problem. Thjesht njomja e sfungjerit në ujë të vluar për rreth 2 minuta ose vendosja e tyre në mikrovalë për 2 minuta çdo ditë, ndërsa ajo është ende e lagur, është e mjaftueshme. Kjo është e mjaftueshme për të hequr qafe bakteriet që mund të gjeni në sipërfaqet e tyre. Kur sfungjeri fillon të prishet, është me rëndësi t'i ndërroni ato në mënyrë që ato të mos shtrehojnë në shumë bakterie. Lidhur me peshqirët e kuzhinës, rekomandohet që t'i lani ato sa më shpesh që t'jetë e mundur, minimumi një herë në 4 ditë.